në aspektin që një përvojë e fitoi, goditjet që duheshin dhenë për ta çuar stekën në maj e arriti Dumani, tani të eci mëtej. Ai kanë këto kandidatura, staturën për të qenë të tillë, për ta mbajtur stekën edhe për ta ngritur edhe më lart në kuptimin e vërtet fjalës, për krimet e kanë fjalë, jo vetëm dhe thjesht për individ, po për krimet që kanë ndodhur në këtë vend, do ta shikojmë në fakt ata janë, por jam i bindur që kushdo që të vijë drejtuesi SPAK, ka shanse më shumë Gjoli, por edhe të tjerët nuk janë pa shans për ta marrë këtë detyrë. Ata, përveç se ligjin që do ta zbatojnë siç duhet dhe Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, do ta kenë bodecin, pra majin e Hostenit edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe nga Bashkimi Evropian, dhe jo vetëm bodecin, por edhe mbështetjen e fuqishme të tyre, se po tjetë për institucionet e shtetit ton, ata rrinë të ngordur ashtu edhe flen gjumë, sikur se flen në etapat të caktuara, sikur se fletën gjatë asaj kohe që erdhin pushtet administrata e Trumpit, edhe nuk dinin çfarë drejtimi do merrin e shqendrim do mbante administrata e Trumpit edhe në raport me SPAK-u dhe GKK-on dhe i zuri gjumi. Dhe tani që ata erdhën prap, janë zgjuar prap. Kështu që në këtë drejtim jam i bindur që nuk ka kthim mbrapa. Krimi dhe kriminalët, ata që kanë lyer duart me gjak shqiptari, ata që kanë urdhëruar vrasjet, ata që kanë urdhëruar privatizimet në këtë vend në mënyrë korruptive dhe që u kanë grabitur shqiptarëve gjakun e tyre, djersën e tyre kaq vjeçare, pasuritë e tyre kombëtare, dhe i kanë bërë rrushë kumblla për familjet e tyre, dhe që nuk kanë lënë bank të botës pa i mbushur me të ardhura për gjithë pjesëtarët e familjes tyre, për nipër dhe mbesa e të tjera, dhe që i kanë kthyer dhe në asete, vila, siç ka Berisha e Ilir Meta kudo, dhe që një pjesë të tyre i nxori SPAK për me rastin e hetimit të çështjes së kompleksit Partizani, 13 vila edhe ndërtime asete në vendet më të zhvilluara të Europës dhe të botës i ka Sali Berisha dhe familja e tij. Të tëra këto do marrin goditjen e dur domosdo dhe Shqipëria dhe shqiptarët kërkojnë që të rikthehen këto pasuri, të kthehen këto të ardhura, se janë të tyre dhe nuk janë të këtyre kusarve. Avokat, para se të kaloj tek pyetja e radhës, do doja në fakt të falenderoj secilin prej teleshikuesve që na ndjek live në këto momente. Do doja në fakt ju bëja një thirrje që të bëni subscribe në Antena Televizion, ta shpërndani nëpër diasporë, ta shpërndani në Shqipëri, të regjistroni në kanalin ton dhe të komentoni dhe të jepni mendimin tuaj. Avokat, do doja në fakt ju bëja një pyetje e cila lidhet drejt për drejt me faktin që tashmë Dumani po i mbarohet mandati. Do doja një përshkrim tuaj se me çfarë note e vlerësoni Altin Dumani dhe si ka qenë puna e tij deri në këto momente për ju. E vlerësoj kaluse. E vlerësoj jeni shumë i kënaqur, e vlerësoni kalus, po jeni shumë i kënaqur. Problemi është që Dumani ende ka kohë, sepse deri në dhjetor ka kohë. Deri në dhjetor i thonë dhe 2 muaj. Dhe ai faktikisht ka në duar çështje që thuaj se kanë mbaruar. I ka në duar dhe mundet t'i finalizoj me akt akuza. 20 janarin. Duhet me çdo kusht ta çojnë gjyq se ka në dorë dhe thuaj se ka të përfunduar. Në rast se Dumani do ta çojë 21 janarin në gjyq, atëre ai në gjyq, pra e kanë çuar ata gjysmën ose më mirë çerekun e dosjes së Gërdecit, sepse po gjykohet Fatmir Mediu dhe ai do ta marrë dënimin e merituar për Gërdecin. Por pjesën tjetër që ka veçuar Dumani dhe që po e heton dhe që faktikisht ajo është e mbaruar si hetim, po duhet ta dërgoj edhe atë me njëherë në gjyq kundër Shkelzen Berishës, Sali Berishës edhe bashkëpunëtorëve të tyre që bën atë masakër në Gërdec dhe që më pas për të mbuluar krimin bën vrasje të tjera, vran Trebickën me urdhër të Sali Berishës dhe të Shkelzen Berishës, iku Trebicka, dëshmitari kryesor i ngjarjes edhe ai që e denoncoi në Departamentin Amerikan të Shtetit këtë krim. Pra, nëse e çon edhe këtë dosje
në gjykat, nëse e çon me njëherë dosjen e korrupsionit lartë shtetëror që Sali Berisha bëri bashkë me Damian Fazlić, të cilin e bëri pjesëtar të familjes nga njerëzit më të besuar të Slobodan Miloševićit, edhe njeriu e familjes së Slobodan Miloševićit, i cili me vendimet Këshillit të Ministrave të Saliut, me firmën e Sali Berishës, ju dhan 105 milion euro, pra që ja grabiti pasurisë së Shqipërisë dhe shqiptarëve, në rast se ai do t'i çojë brenda dhjetorit këto çështje me akuza se i ka të gatshme në gjykat për të gjykuar, ai do vlerësohet me notën 9. Po në rast se ai do t'i mbajë ende në dorë këto, shtatën e ka të tepërt. Domethënë deri në 7 mund të arrijë vlerësimi për të. Avokat, nëse qëndrojmë në këto zhvillime, para disa ditësh ka kaluar në eshtje, por gazetari dhe historiani Arben Llalla ka publikuar disa foto të Vangjel Dules me Fredi Belerin me flamurin e Vorjo e Pirit. Çfarë mesazhi kërkojnë të japin përsëri dhe duket se Beleri përsëri nuk i ndahet Bashkisë së Himarës. Çfarë po ndodh konkretisht, avokat, edhe pse në Shqipëri nuk bëhen publike këto foto, qofse ne nuk u lumtojmë të gazetarët e tjerë cilët kanë guximin t'i publikojmë, ne s'kemi asnjë informacion. Lidhur me temën, domethënë, për sa i përket raporteve me Shqipërinë dhe shqiptarët të Vangjel Dules edhe të Fredi Belerit, edhe çfarë synime kanë ata kundër Shqipërisë dhe shqiptarëve, me ke bashkëpunojnë këtu, kanë ata alat e tjera, edhe kush i mbështet ata në këtë antishqiptarizmin e tërbuar të tyre e të tjera, është një problem që unë mundet t'ua jap juve, por lidhur me atë që më përmendet që pas ka nxjerrë këto foto Arben Llalla, pra të kam rezervat e mia dhe dyshimet e mia, sepse është një njeri që ben sigur e lufton shovinizmin grek, edhe por nga ana tjetër është një njeri që ata që janë në frontin e parë dhe që kanë vuajtur mikurisën e tyre edhe burgjet e egra nga shovinistët serbo, grek, edhe nga misionarët e tyre Berisha me shok e tjera, ai më shumë lufton këtë element edhe kjo i ve pikpyetje të mëdha figurës tia edhe në këtë drejtim, domethënë